Regojani. Mirë se erdhe, Avetare. Shumë kreative të pritë në studio, duke shumë bukur. Faleminderit për kohën. Hajde lutem. Ky është vendi për ty. Si të kemi sot? Mirë. Mesi javës është më angazhuar, apo nuk i dihet? Po. Nëse pyet direkt, që kum pas kalendarin sot, ka gja intenzive, po mirë, po mundohemi tash. A nisin shumë herët ditët tua? Po, normalisht. Dita ime i ka diko 3 pjesë, kësha me thonë. Fillimin mëngjes normalisht më përgatitjet e fëmijëve për shkollë edhe mu për punë, edhe mandej dita e punës, edhe na e thojmë zyre shpesh, pas ditja është kjo 2.0, që fillojmë me një kafe tjetër edhe me qenë të gatshëm për me ju përmbush kërkesat e fëmijëve edhe nevojat familjare. Një, sigurisht, një dinamik e se cilës ditë të javës, përfshirë edhe vikendin, konsideroj, nuk e di, mua po më duken shumë pak këto 2 ditët e vikendit, marë parasysh gjithë këto intensitetin e javës, po në Gjakov, po të del kohë me shku? Në Gjakovar probleme i hek për i Gjakovës. Po, sidomos në rastin tamë, këto kam shumicën e takimeve dhe që shkoj, edhe pse 18 vite është që jam Prishtinë, prej momenti që ka marrë në studime, nuk jam këthy me jetu, po, atë shkoj të rënjët e mija, faktikisht, i kemi familjet atje, që shkoj, ndoshta gjdo të dytin vikend, ose vina ata në Prishtinë, po shkojmë. Besojmë që, sidomos gjatë sezonës verës, është ajo koha që në Gjakov kemi dëshirë shumë me... Edhe bashkoheni më shumë, edhe bashkohemi edhe me familjen, edhe me shijojmë më shumë. Aty ka njës gjithë shka, aty është edhe formimi, aty janë ato pikat e para të ndërtimit të boshtit tënë si njeri, këtë po e them, sepse di që familja juaj ka qenë shumë, po shumë bështetëse edhe, si me thonë, një kriter të rëndësishëm në familjen tuaj, ka qenë arsimimi, shkollimi i se cilit për i fëmijëve, pa dalim gjinije. Ti e rasti më i mirë për të na tregu këta. Të ka bë përshtypje, ka qenë e njëjtë edhe në familjet për rreth, ose ka pas shoqe që të kam pa me zili, se si ti po përkrahesh kaq shumë për shkollimin, e unë dështë ajo. Faktikisht, unë e të ceki shpesh që jam me fat, edhe kam qenë me fat që i kom pas prindrit, do më thonë të arsimuar, që kam vlerësu edukimin, edhe kom pa dhe unë që arsimimi edhe puna ndeshme është një kriter në familjen tonë, edhe faktikisht si personalitet jam dërtu të bazu që nuk ka një zgjidhje tjetër ose një opcion tjetër për mu me o kryu edhe më zhvillu. Kështu që e thëmë që nuk di a thojnë gjithë, po jam me shumë fat për familjen, për prindrit që kam pas, edhe në mënyrën qysh më kanë rritë. Të pjesa am kanë zili ose am kanë pa zili nuk besoj, unë e ceki edhe e kumë dëshmu edhe në studime bashkë me gjeneratën tonë. Unë mendoj që gjenerata jonë, do më thonë kër jemi dalë për shkollës mesme, jemi arë në Prishtinë për mundësima të mira, sa atyre edhe universitetet në komunat të vogla nuk kanë qenë që janë sot, do më thonë sot mundesh me jetu dhe me studiu në Gjakov. Në kohën kër unë kam qenë, jo, nuk ka qenë e mundur, gjithsesi, na jemi konë gjenerat që është dasht me luftu shumë për me arrit, jemi konë komuna më prekur nga lufta, nga ana ekonomike, do të thotë jo vetëm nga ana njërzore si që ka qenë Gjakova, edhe normalisht që ka qenë shumë sfid me kërku një edukim të mirë fillt, nuk është që kemi pas rjet ose qasje që e thiri dikon të abon vendin në punë, do të gjenerata jonë e kum pas edhe në universitet, ende përmendit për profesorave që shkemi qenë ata që gjdo mundësi e kemi njekë. Kështu që unë e konsideroj prap vetën me fatë që kum qëllu në gjenerat ku është dasht për një obzor 10 fish ma shumë, ku s'ki pas mundësi as trajnime, as kur gjo papages, që sot, do më thonë, unë e dje isha me një mentorship program edhe kum pas rolin me mentoru një studente edhe isha tu bisedu, ju thësha që ju jeni me fatë që e keni edhe një mentore që vjen një folë, po edhe që mundësi gjdo dytën për trajnime pa pages, që pagun dikush tjetër që ju mu trajnu. Në kohën kër unë kam qenë studente,
nuk kanë qenë trajnimet si mundësi, as me pagu një shembull që tregon se nëse keni mundur pa ato, imagjino sot çka duhet bëjmë brezat e rinj. Në rrugtimin tënd për arsimim, për shkollim, devijoj pak rruga, po dhe unë në kuptimin e përzgjedhjes tënde për studime. E kishe nisur për mjeksi, apo e kishe nda mendjen për mjeksi? E ku mendu, po, normalisht, do të thotë unë jem një vajzë faktikisht e rritur për një nanën mjeke, oftalmologe, babën inxhinier të teknologjisë, edhe bashkëshorte në këtë rast, edhe një nanë besoj e përkushtuar aq sa mundet. Në këtë rast edhe përzgjedhja e studimeve, kum pas role model në shtëpi, edhe unë jam fëmija i dytë, edhe gjithë e mendojshim që njoni duhet me e njek zanatin këtë rast prindit që ka qenë mjeksi, edhe vlau devijoj i pari, një farë mënyrë ma hapi rrugën ma ndej që se dhone pas në një opcion. Nuk është që kemi pas imponim prindve as pak, mu shumë kanë shku shkencat, kimia, matematika, mirë po të biologjia, u dusha me mësu për menç, edhe unë e disha që mjekësia nuk e donë me mësu për menç, edhe mandeja nisa me eksploru pak fusha tjera, kështu që këmë bo një tërheqjet letë, po normalisht me një mbledhje familjare, me një votim para aprovim, se dola prej përgatitjeve në kurse private për mjeksi, dola do të thotë në fush krejt tjetër, po që besoj konë vendimi duhun. Në kohën kur nise studimet, pra në vitin e parë, a e dijeti aso kohë që prindrit këshin marrë kredi për të financu studimet tua, apo e kuptove më vonë? Jo, unë e kum ditë, faktikisht, edhe ka qenë kjo sfida a parë, ndoshta ku e kum mëndi përgjithsin personale ndaj kësaj çështje akademike. Unë e dojsha më studiu në fakultet amerikanë, se vitin 2008 pas luftës, studentat AUK-ut o njëshin me emra kush ka arrit me dëpërtu në puna të mira, në pozitat mira. Sepse në Kosovën e pas luftës, institucioni vetëm që ka qenë një dream job asaj kohë, ka qenë me punu me një institucion bankar. Kështu që kur e përmenda AUK-un, edhe dishim sa kushton vitin AUK, prindrit të më thanë, okej, na s'po të thojmë jo, mirë po si kusht e ki me hi edhe në universitet shtetënor, dhe të fakultetin ekonomik të Prishtinës, edhe ma ndej prova dhe në AUK, po këta AUK-in e mëndëshin që është shumë letë me hi atë për shkak se ka qenë shumë i shtrajt. Mi krasu me të UP-s. Kështu që paralelisht për 3 javë jam përgatit për 2 provime pranuse, edhe për 3 landë. Dhe të thotë, AUK-u ka pas matematikën edhe TOEFL, edhe UP-ja ka pas testin e vetë. TOEFL-in e ku më mësu në Gjakov, dhe të thotë me një mësus që nuk ka haraj kur, edhe TOEFL-i atërë nuk ka qenë sa din anglisht, se me folë anglisht kemi përzit gjithë, po janë konë do teknika, do pyetje logjike që këgja më dhyke me imësu mënyrën që shkanë me qenë pyetjet. Fatmirësisht hina në 2 provimet, nuk për diko 5 të më konë në listë, në fakultet amerikan e kalova anglishtën matematikë, hiç s'ku më shtru se thësha unë e di matematikën, për një 2 pikë ku mujtë më rapi provimit, për nuk jam ra, kështu që jam pranun të dyja. Gjithsesi, ende nuk patën vendosë, edhe prind të me janë dalë me disa intervista unë i quj, po jo, i kemi njoft fare fistin, shoqërin që kanë pas pozita madh hecën sektor bankar në Kosovë, edhe shkëshin mi pytë, qysh po vinë, do më thonë e kanë bo një farë due diligence, një farë analize qysh po vinë studentat, apo janë të mirë, ma të mirë të pës, ata ukut, kush pika mundësin me dëpërtu. Normalisht këtë pyetje, këtë shqetësime, sot si prendi kuptoj shumë, se nuk është që kemi pas rjetë në Prishtinë, që kanë mujtë më thonë, qëse ku ta krynë, ki më shku me punu në filan kompaninë, e kanë ditë që vetë dhe të thotë kam i bo, kështu që u mundojshin spaku atë investimin e dur me bosi apë të parë në edukim. Kështu që arritën më regjistru në fakultet amerikan, po jam kone njoftune që kanë marrë kredi, se kushtin për mi vazhdu vitin e dytë, e kum pas me marrë bursë në AUK, GPA scholarship, edhe normalisht të konë sfit për mu, po ja kam dalë, e kum marrë based on merit scholarship.
nuk ka qenë dhe një Këtë unin tënde dhe këtë dëshirën tënde për të zhvillu në shkollë, në edukim, duket që buron prej familje, sepse ju keni pas edhe rastin ku edhe jeni ndarë fizikisht me nënën, vetëm që ajo të vazhdonte specializimin në Beograd. Ka qenë e vështirë dhe ju ndërkohë që ndrojnit veç me babin, apo? veç me babin. Si e kujton këtë kohë? E kujtoj, është ajo periudha ku kemi qenë fëmijët më të shëndetshmit në botë, se nuk kemi guxuar mu qu prej sofrës pa hongër komplet bukën. E kemi kqyr shumë një tjetrin, do më thonë jemi 3 fëmijë, edhe baba ka qenë ai që do më thonë prej as deri në zh, deri te gjumi, u kujdes komplet vetëm. Ato kum pa dhe rëndësinë e partnerit, në jetën e, do më thonë, mamës në këtë rast, sa i ka ndihmu për më përparu edhe me kry specializimin. Se njëkohësisht nëna ka kriju familje edhe pa të regjistru specializimin, mandej provimin e fundit thejke që e ka shty, po e ka marrë vendimin u shku edhe e ka kry. Unë e majnë mand ende se autobusi kur vike prej Beogradit ka qenë natën, edhe zakonisht natën a që e kipi gjumit me na përqaf që se erdha, do më thonë është përvojnë vetim. Kujtime të bukura, po edhe sfiduse për ju e mësë shumë të për babin. Tha që aty, në këtë krejt situatë, ki kuptu rëndësinë e partnerit në një raport, në një lidhje, në familje. Po besoj edhe ki kuptu atë të nënës, ndjesinë e saj të jetë larkë fëmijëve pavarësisht dëshirës. E kur je bë nënë, e din 100% se çka mund të ketë ndje nëna juaj në atë periudhë. Le të ndalemi pak të shtazania jote e parë, e cila ka qenë e vështirë. Ka qenë diçka që besoj nëse ma lejon ta dëgjojmë tregimin tënd, do të mund të ndihmonte edhe grave tjera. Po, jo shpesher e ndoj rrugtimin tim sidomos publikisht, gjithsesi 2 shtatzanit e mija kanë qenë sfiduse, po shtatzania parë normalisht është ajo që e pret me të formuat me mësinë edhe ndjenjen e përgjithësisë. Unë kam pas shtatzani me binjak edhe gjatë rrugtimit kemi pas komplikime edhe e kam humbë njënin fëmijë në bark, do të thotë, kam qenë e shtruar në spital këtu në Prishtinë, edhe të nesërmen kum lind edhe jam mundu me pështu beben tjetër, që në këtë rast është vajza, është Lira, e cila është 10 vjetë sot. Kam qëndru diku 30 ditë në spitalin e Prishtinës, në neonatologji, edhe kjo periudhë më ka bo me kuptu fuqin që ka një njëri, një gru në këtë rast, një nanë këtë rast, edhe që njeriu ta mënë që shtojnë është maj fort se guri, që to po shike. Janë kone ato natë pa gjumë spital, lutjet që i kom bo gjdo natë, që të spaku një fëmijë më pështu, u konë shumë sfid, për shkak se gjendja nuk u kone mirë. Thonin mjekët a betor. Edhe nuk e dinim. Mjekët, do më thonë, në Kosovë, neonatologjia është shumë e mirë, është shumë e zhvilluna, mirë për në raportin njërzor, në aspektin e prindërimit, nuk është që kum pas shpresa të mdhaja që ka më bo mirë, për shkak të rezultatit, ose mënyrës që edhe linda, kështu që çdo informatë kum pas me shumë rezervë. Unë kom qëndru 30 ditë në spital, pa ditë që apo kthena me një fëmijë, apo po kthena vetëm në shtëpi. Kështu që fatmirësisht terapia ka funksionu edhe Lira ka luftu shumë, unë kom lindë 7 mujsh, do të 32 javë, edhe vajzat ishin të njoftuna që janë luftarake shumë, ka kajtë shumë, ka piskat shumë në inkubator, mirë po doktorët më thëshin leje, se është mirë, se i zhvillohen mushkënit. Kështu që sot, hala ka qatë zo, shumë të madhë, jam e lumëtun, jam e bekune, jam formu ma ndryshe si prej ndoshta, se sa për voja tjera, në këtë mënyrë ndoshta ma të vështirë, ma të dhemshme, po unë mënoj që kjo përvojë më ka formësu shumë si njeriu që jam sot, edhe shto. Mesin,
forcës brendshme, pa tjetër, lutjeve të çdo dite që thej ke bo. Pa diskutim se dyshoj edhe për krahjen e bashkëshortit edhe familjes. Ku e gjete forcen me u kthy me një fëmijë, kur e dije që ishe shtrime me dy? Po, faktikisht forca ka fillu në atë moment kër e ku marrë vesh që më ka humbë një fëmijë dhe më hajnë bo pyetjen shka dënë me bo? A dënë me vazhdu, me këqyr, me përcjell shtatzanin, apo të mundohemi me bo lindjen edhe mi shpëtu s'paku fëmijën tjetër? Kjo konë kë momenti që, ho zot, zakonisht është një pyetje që pacientit nuk duhet mi a bo, është ai vendimi që për një kordon të lidhun mjekët na e marrin vendimin edhe i shtin në operacion pa pyet pacientin, mu më kanë pyet në atë rast, se më kanë pyet, kështu që atu këmë thonë qysh, thash, unë ke shtu e këqyr, kem të e përcjell situatën edhe që shka ndodhe, se unë jam transferu prej Gjakovës, po jam konë me të 2 fëmijë gjallë. Edhe kur kam rinë që këkë, ata kanë vendosë mos më mështinë operim me lindë, hajtë se presim deri nesë. Edhe kur erdhi mëngjesi, ndodhe historia, kështu që për mu, si me thonë, veç luftojsha që s'paku me një, të gjithë shka me një, edhe më beso që lira, jo 2, po nashta 10 fëmijë mi ka përmbush, edhe vazhdon me mi përmbush, mirë po kum pas për shka me luftu, kështu që është shumë ma letë. Emrin shumë bukur, lira sot 10 vjeqe, sigurisht akoma shumë e vogël, po ke nda pak copa? Shumë pak, që ato edhe zitojsha sot a me nda ajo, po kur ti vjen momenti, besoj që do të ndaj se ka atë ndjeshmërin, i ka ato muziken që këmë dëgju gjatë shatzanis, nuk mundet mi dëgju, heq, me një herë qanë, është shumë e ndishme si fëmijë. Lira s'është vetëm, sot ka dhe Janin. Pas sa kohë është erdhi shtatzania e për ty? Pas 3 vite shtatzania 2, 3 vite 7 mujt lindja 2, njëtë këm pas rastin, shumë kritik, këm lind në Sistina, në Shkop, jam këthy në QKK, dhe më thonë jam transferu, me Janin 3 muj kemi qenë në spital, hen del, kështu që u konë sfide njëjtë, nuk u besu që ka me ndodhë edhe një herë, veç një shembull e një në Kosovë që i ka ndodhë 2 herë, kështu që u konë njëjtë do të thotë sfida, mirë po mu nëna jeme shumë shpesh më thotë ti e luanesh, nuk e di që shka ndodhë aja kur unë jam shku faktikisht me lindë, se unë vetë jam shku me lindë pa asni sinjal, asni dhimt, ka qenë veç një andër e keqe edhe jam shku të një mjek, ma ka bo, si me thonë rafshtojmë në Gjakov, shkova të një tjetër edhe në fund shkova ta në Shkop edhe më ka shti me, do me thonë urgent me lindë, edhe thejke që Gojani edhe 3 orë t'ishe vanu, nuk dia kishim arrit me sjellë njëtë. Pën e kumni, tamam qysh është ndjenja qenërit nën, edhe që ndjenja të mandej dyfishohen, unë e kumni këtë lindjen e dytë, edhe e kum luftu, edhe mirë jemi sot. Jani të premtën e ka përfundimin e parashkollorit, në shtator shkon në klas park, kështu që kjo është historia e qenërit nën këtë rast që prapë mbetet për mu pjesa ose momenti ma i lumë të jetës tama. Lirën edhe Janin e pret uraj një rukëtem shumë i bukur në jetën e tyre, edhe në shkollë, edhe me përkrahjen e ju të dyve, duke qenë pranë, themo herët me atë sa ka mundësi t'jem nanë e mirë, po unë se dyshoj që jo veç ti, po se cila nanë e bën 200% e vetë për fëmijat. Sot kur ishe ata bashkë, the Lira vazhdon me pas atë zanin po kumbue, si në ditën e lindjes, po e di që edhe janë të vegjël. Si janë si tipa? Qka të pëlqen shumë që e kanë si ty njëjtë? Po, si tipa janë shumë të ndryshëm, të dëtë. Jani është virgjëresh, është si une, është shumë i dashën, është shumë i butë, po dhe shumë e arrinë ato që dojnë, pa marrë vesh kërkushën dhomë. Unë nuk dia kum pas që atë aftësi si fëmi. Lira në anën tjetër është luftëtare. Si ditës parë që ka qenë që ashtu lufton, nuk pranon
me humb, hiq e hiq, po edhe nëse humb, ta jep arsitimin, do më thonë që abitesh më kanë jetu fol, edhe shpesh raste ku vrejt edhe vetë, kër i thamë lira, a din, e pse nuk e dite që atë tyru, edhe ma këthen përgjigjen, po ka dalë, unë e fmi jam, a din është normale me gabu, si fmi të sotit normalisht. Fix. Po më pëlqen që është formu shumë, më pëlqen që e kanë këtë anën njerëzore shumë të formune, është këtë empatin që sot luftoj me pas fmit, është një vlerë që unë jam rrit edhe nuk kam qef as fmit e me mos me pas, mundoj me kultivu shumë. S'vun mi jemi bo dhe me një qanë në shtëpi edhe po mundona... Me dëshirën të ndë? Me dëshirën jo... Të plot? Jo të plot, hala nuk është të plot, mirë po mënyrën kërë e kum pa qysh është pranu prej fmive edhe qysh e ka ndru qasin të fmi, sidomos të mosha alires që tash është në këtë pre-teenager që po i thojnë edhe jemi të e kalu kogja sfiduse, të na ka pas një rol shumë të mirë. Edhe është mirë me pa që duhet me kujdes edhe për dikon tjetër. Për sa kohë që ata të dy janë në regull, duhet të pranoni edhe jo. Atë bëjeni të plot, bëjeni 100%, i qeni fazën testuse. Betari jam nga fundi dhe nuk kam se si të mos e përmend pozitën tënde. Je grua lider, je grua në pozitë udhëheqëse, drejton kompaninë tënde, prej vitesh një kompani e suksesshme. Organizat, e cila ka marrë vlerësime të larta dhe projekte që kanë ndihmuar plot të rinj, plot breza të rinj, siç e përmendë edhe një nga ato të fundit që kishe dje për mentorimin e vajzës. Po, të qenë rrit grua dhe lidere, të ka prish punë ndonjëherë? Të ka bërë që njerëzit shohin me sy më ndryshe se që jenë në të vërtet? Në sektorin OJQ-s, mendoj që jo. Prapë mendoj që sektori OJQ-ve në Kosovë dhe tëtë është një sektor që është ma i mirëseardhur për gratë dhe vajzat. Normalisht në pozita vendimarëse ose kur jemi kohën tavolin me përfaqësues tjerë nuk u kohën e lehtë as pak. Jo vetëm ndoshta me qenë grua, po edhe mosha, edhe komentet apo çka do, po për mua është privilegj me udhëheqë. Unë udhëheqi tash, domethënë përvoja që 15 vite, ka qenë me kriju mundësi për tri të Kosovës, edhe rreth 50.000 tri kanë kalu në programet që i kemi zhvillu bashkarisht me ekipen, edhe kemi lidh pjesën akademike me pjesën e tregut punës edhe edukimin një formajt, që kjo është misioni joni. Organizata jeme ka 90% gra, përfaqësohet nga gra dhe vajza, shumica jemi edhe nana, edhe është knaqësi se janë, unë e prapë besoj të kjo që udhëheqësia edhe me intuit edhe leadershipi e kanë këtë anën njerëzore që gjithsesi shkrihet ma mirë. Nuk di qysh është me udhëheq prej djemve ose burrave në këtë rast, edhe unë faktikisht mentorin tam e kom pas grua, kështu që ashtu ka fillu rrugtimi. Sektori OJQ-s në Kosovë, sidomos viteve të fundit që në vjetë e gjysëm, është kogja sfiduse, për shkak edhe të largimit të mbështetjes së qeverisë amerikane edhe sfidave me mbajtje ndryshmërinë e projekteve, stafi do të thotë janë presione të vazhdueshme, nuk është e lehtë as pak. Do të thonë këtu hinë shumë net pa gjumë, shumë shtun e dile, shumë mazdite mbrëmje, po jam me fat që kam një ekip që nuk është, si me thonë, ekip që ka me ndryshu, ose në tranzicion, është një ekip që e ka dëshmu vetën që ka vendos me qenë pjesë e rrugtimit tim edhe në kohën ku nuk kemi pas fonde, edhe në kohën ku ndoshta na ka humbë ma shumë se 50% i buxhetit, po jemi bashku zbashku që me i shty sanë tutje, rezultatet po shihen. Kështu që sot jam shumë e lumtur që jemi një ndër organizatat më të vjetra në Kosovë, po me impaktin më të madh tek të rinjt e Kosovës. Uroj shumë suksese në punë tutje, po edhe shumë shëndet edhe momente të lumtura në familje, pranë Lirës edhe Janit, edhe vazhdo të jesh shembull për vajzat e reja. Me siç të kisha. Me që jemi në fund të takimit, lejoni që shkurtimisht dhe shpejt ju jap informacionet rreth dove, cila vjen në variante